Të nderuar pjesëmarrës, natyrisht unë kisha përgatitur një fjalë time për këtë rast solen të thoja, por sigurisht është e pamundur të përmbash agjendën, ndërkohë kur le të themi surprizat përmbysin çdo agjendë të parë përcaktuar. Shoqata Tirana për 30 vitesh ka organizuar evente të panumërta në dobi të ruajtjes së vlerave historike, morale, shpirtërore, artistike të treve sonë, të Tiranës sonë. Kemi hapur ekspozita, kemi vlerësuar, duke filluar që nga kolosët e pikturës, Kaceli, Shijaku, Buza e tjerë, duke vazhduar tek më të rinj dhe duke dalë deri tek Adnan Deda, i cili sot në mbledh me penelin e tij, me guximin e tij, me tentativën e tij për të përmbledhur Tiranën tonë. Tiranë e cila sigurisht është i vetëdijshëm që nuk lidhet brenda penelit, sigurisht duhet kapur në momentin dinamik të saj, por që me guximin që ka ne na ka shtirë në një sfidë. Nuk ka sjellë vetëm vlerat historike, kulturore të Tiranës sonë. Jo vetëm bukuritë, obollet e bukura, ujin e qiellit të Tiranës, por na ka sfiduar shpendin me Skënderbej të Llagamit edhe me luftën e Shkodrës. Sigurisht, gjatë kohës kur po përgatitemi, do thoja, dikush tha, po si mundemi që 3 tema ose 3 tematika i përfundim së bashku në të njëjtin moment. Po i thash, mbula kohë, sepse kultura tiranëse, jeta e qytetarisë tiranëse nuk është kultuar kur jashtë lëvizjes, jashtë projektit që kanë bërë tiranësit tonë, për të mbrojtur lirinë, për të mbrojtur integritetin, pikërisht që lufta e Shkodrës me sa të pashkoptani, duke vazhduar jetën e cila s'ka qenë as pak e qetë për tiranësit, që edhe me luftën kundra pushtuesit gjerman dhe italian, dhe duke vazhduar me heroin e ditëve tona, me dëshmorin e kombit, me Skënderbej të Llagamit. Sigurisht, kjo ndërthurje tematike, vetëm një piktor, kaq i guximshëm, do të thonë kaq sfidant, sikurse Adnan Deda, arrit në i sjellin ne brenda një ekspozite të sotshme sikurse jemi ne. Do t'ju uroj mesazhin, shokëve të armëve të Skënderbej të Llagamit, miqtë tanë nga Kosova, Maqedonia dhe Presheva, pra veçantë së zonjës Flori Toptani, e cila kur nuk është kursyer në aktivitetet tona të shoqatës Tirana, padyshim janë aktorë të përhershëm dhe njerëz që kontribuojnë. Zoti Ferhat Gruja, zoti Gjimi Degea dhe absolutisht Ardian Rami, të cilët kur në jetë se ka kursyer mundimin e tyre për eventet kaq të rëndësishme të shoqatës Tirana. Sigurisht unë nuk kisha shumë fjalë për zonë, por nuk guxoj të hyj në tërheqjen artistike të kësaj ekspozite si shok i armëve të Skënderbej të Llagamit. Fjala për zonin Albushan. Faleminderit të nderuar. Është vlerë dhe privilegj për mua të vi këtu në këtë ekspozitë shumë të rëndësishme. Fillimisht do të përshëndes familjen Provajën, më gjithë familjarët e Skënderbej të Llagamit, shoqata Tirana dhe këta artistë dhe piktorë të mrekullueshëm. Mendoj që vend të përshëndesim edhe komandantin e shtrisë, kryetar për Kësherë, me Felin Pirenot, zotin Shekti, Musteun, i cili ka me ekipin vetë, dhe në shyq njerë me bashkë përtetarit e parë të orëve të parë të luftës, njëkohësisht një të veçantë e kam për piktorin zotin Deda. Faleminderit dhe një përturje për
këtë vepër madhështore që ke bërë. Ish kryeministri të Republikës Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, i cili për shkaqe objektive nuk kanë pas mundësi sot thashme ne, po ashtu keni një përshëndetje nga kryetori i Komunës së Rovesit, zoti Ismail Atili, i cili në pos përshëndetje edhe por ne bashkëtarët e shpendit të mëdhon shpendit të kurnë të të arre. Ai nuk e ngriti vetëm në të historin më të lartë në shumë. Ai ngriti edhe Tiranë, ngriti Shqipërinë, ngriti komunin shqiptar të shpendit. Faleminderit. Faleminderit zotëria Dushana, faleminderit vëllezërve tanë që erdhën dhe na nderuan në këtë rast. Sigurisht kjo ekspozit, pavarësisht nga pjesa emotive, ka diçka artistike, ka shumë diçka artistike, cilën duhet edhe nuk i trajtojmë të njerëz të nivelit artistik, si zoti Buron Kaceli. Fjala për ju, zoti Kaceli, për të folur disa fjalë. Gradës përshëndetje e veçantë për miqtë e ardhur, miqtë dhe bashkëpunëtarët e Komandantë Shpendit. Është kënaqësi që jem sot me jush për të biseduar edhe për të vlerësuar veprën e mikut tonë, artistit Adnan Deta. Adnani na lodhi sot me vlerat e profesionalizmit, me vlerat artistike të tij. Ndërkohë Adnani me vlerat e në ka përshku sot të tjilë e këtë. Në Tiranë është kështuat për personalitetin të tij, për vlerat jo thjesht artistike, që cilat i ka padyshim, por edhe për karakterin e tij të pamposhtë, por në fleti për atë që ka trajton, është premisë kryesore për të bërë reparate. Është ky Adnan i cili këtë tematik e trajton bukur, me shumë ndjenjë. Kështu ka parasysh shumë vepra që kemi përpara, qoftë në fushën e vendimit e peizazhit, në portret, ashtu edhe në kompozim. Për të folur gjatë për Adnanin, mendoj që kjo është kryesore, edhe i uroj Adnanit gjithmonë krijimtarit mirë, edhe ju falenderoj ju për vëmendjen. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, unë tani para jush kam një portret, është pikërisht zoti Bardhyl Dallami, babai i Komunës së Shpendit, i cili sigurisht ka shumë kujtime të cilat i ndajnë bashkë. E them këtë edhe si kryetar i Shoqatës Tirana, ku vite më parë, bashku me familjen, me zotin Ruzhdikeqin, ashtu që ishte dhe prefekti i Tiranës, me general Kudusi Lame, për t'i vënë në shtrat të topit, për të organizuar gjithë rrugtimin, ashtu sikur se jetën e tij kishte bërë ai, dhe për të quar në valesat e dëshmorëve. Sigurisht ishte një rrugtim i gjatë, aq sa jeta kur kishte përsipër eshtrat e herojit. Nuk është një gjë që gjithkush për nesh mund ta përjetojë jetën e vet. Kjo është një gjë që unë për herë të parë, ndoshta për herë të fundit mund ta përjetoj. Por gjithsesi është një amanet që ne për të ruajtur e për të rëndësive të tij, ne bashkë me familjen e kemi bërë për ta çuar, si thuhet, aty ku duhet veprën e këtij heroi. Unë tani disa çaste emocionale, të cilat zotën Bardhyl Dallami nuk i japin në mënyrën se si dhe me elokvencën e tij, do të ftoja babain e komandantit për ta thënë disa fjalë. Fjalë për ju. Merhaba. Kako s'kam qenë shumë mirë. Mjekët më dhanë një terapi, po mjeku Adnan Dede na dha një mrekulli edhe u shëroa për fundin e mishë. Faleminderit.
falenderim, një nostalgji, një falenderim të pamarrimshëm për pranimin e shokëve të Skënderbejit këtu, nga Kosova dhe nga Vina e Preshevës. Kam merat të ma po ta shikoni, se ka fiksuar plani, komandant Shpejti ka një shqetësim. Shqetësimi është a do të realizohet amaneti apo jo. Amaneti është shkruar në hymnin e 3 ushtrisë shqiptare, ushtria shqiptare kombëtare dhe ushtria shqiptare për Preshevën e Vetë Buranovsk, bashkimi trojeve shqiptare për të mbuna. Këtë hallë parapydiane. Unë shpresoj që në mënyrat me rrethanat e reja të sendertohet edhe të realizohet për qëllim final për ndryshe të gjitha varet e dëshmorë dhe do banohen të ndodhit, sepse është një nga ngjarjet më epokale në këto dekadat e fundit. Po i duroj një librin e fundit që kam bërë, që është i bëjtë. Takoshim në rastet të tjera të një. Për emocionet që në vlatë. Sigurisht që ka një njeri që në përgjithë të vepra, dhe kjo është atë në vetën. Kemi sinqerë me ju, dhe ju kemi sigur që ne kemi pas një mikro debat një njëri tjetëri në lidhje me një portret që ka të bëjë në luftën e Shkodrës. Një portret i cili, le të themi, ja prish telezin, apo e prish atë shqetësim e këtyre pikturëve të buka. Por, unë e garantova piktorin, një kuptim Nandin, edhe i thashtë, Nand, Tiranësit, ashtu si që kanë ditë me jetu mirë, kanë ditë me mbrojt trojët e vetën, kanë ditë me lusku, kanë ditë me tërgu edhe protagonistët. Ndaj thashtë, paraqiti veprat e tuja, nxjerrni këtu pa frikë, sepse ne në fundin jemi ata që në histori kemi bërë historinë e vetes tonë dhe dim edhe të respektojmë njëri tjetrin. Fjala për Nandin dhe për Viktorin që sigurisht do t'i falenderoj. Nandi është shumë modest, ka praktikuar një pjesë të të ti. Kur i thashë në pjesën tjetër të e kemi herë tjetër, por sot, vetë për Tiranën, për shpirtin tim, e kam thënë pasionin, dashurin time. Tirana është dashuria ime. Ndaj dërgjit dhe emër të Nandi dhe emër të gjithë organizatorëve për një koktejl, ashtu si kurse e një e thjesht Tiranës. Faleminderit dhe i ndoqim kohë. Ciao.
Gracias.